Grabitje spektakolare në Louis Vuitton Rom vidhen 10 artikuj luksoz. Një grabitje mirë organizuar u shënua në orë të para të së-hënës në dyqanin Louis Vuitton në qendër të Romës, në kryqëzimin mes rrugëve Mario del Fiori dhe Condotti. Sipas mediave italiane, 3 persona me fytyra të mbuluara mbërritën me një automjet dhe përplasën atë në xhamin e vitrinës, duke krijuar një hyrje të detyruar në brendësi të dyqanit. Pas thyerjes së dritares, autorët morën rreth 80 artikuj, kryesisht çanta dhe aksesor luksoz. Dëmi financiar ende nuk është përcaktuar, por burime nga mediat italiane raportojnë se vlera mund të arrijë në qindra mijëra euro. Policia italiane po analizon pamjet e kamerave të sigurisë në zonë për të identifikuar autorët dhe rrugët e tyre të aratisjes.